Skuadra jone futbollit Boreli ka pësuar një humbje të thellë këtë të shtunë në ndeshjen luajtur në transfert kundër ekipit të Laçit. Ky fundit arriti të shënojë 4 herë në portën Matjane dhe nuk lejoi që para asnjë moment të prekej rrjeta e portës së tij. Traore ka shënuar golin e parë në minutën e 36 duke mbyllur pjesën e parë me rezultatin 1-0 për Laçin. Ndërkohë në pjesën e dytë është Xhakpona që dyfishon rezultatin në minutën e 61 e më pas Traore trefishon rezultatin në 3-0 për Laçanët. Golin e 4 do ta shënonte Kalaj për të mbyllur gjithçka Laçi 4 e Boreli 0. Me 3 piket e marrë ndaj Boreli, skuadra laçiane vijon të mbetet në vendin e dytë me 16 pikë, ndërsa Boreli zbret nga vendi i 4 në vendin e 6 me 11 pikë, të grumbulluara në 8 ndeshje. Takimet e tjera të kësaj jave përfunduan, por Gradeci Kastrioti 4-0, Kukësi Luftëtari 2-2, ndërsa të premten Iliria Korabi 2-1, Lushnja Polonia 0-1 dhe Skënderbeu Besa 1-0. Skënderbeu i Korçës vijon të mbajë të blinduar vendin e parë me 22 pikë në 8 javë, ndërsa në fund të klasifikimit mbeten Besa dhe Kastrioti me nga 4 pikë.